Trotuarët e Korçës janë pushtuar tashmë nga tregtarët ambulant duke mos lënë të lirë asnjë centimetër për të kaluar qytetarët, aq më tepër në këtë promë publike që u përket të gjithëve. Qytetarëve shpeshherë duhet të kalojnë edhe në rrugën e makinave, duke rrezikuar kështu edhe jetën e tyre për shkak se këto hapësira publike, të cilët janë destinuar për të kaluar ata, janë zënë nga këto subjekte private, pjesa më e madhe të cilëve janë të paligjësuar dhe tregtojnë në të zezë. Hapet vendi trotuarëve. Për kalim është. Edhe na shqetëson. E kemi pasur vështirë, po ne kemi shpresë se do rregullohet. Çuditëm si len, dhe sidomos ato frutat perimet janë e lartë. I kanë zënë fare rrugët. Këta duan sistemuar dhe këtë sistem do ta bëjë kryetari i bashkisë. Ai shikon vetëm interesin e tij, atë mbush xhepin e tij. Qytetarët janë të indinjuar nga kaosi krijuar dhe shtojnë se Bashkia e Korçës nuk ka bërë as përpjekjen më të vogël për normalizimin e situatës, e cila agravohet çdo ditë më shumë. Përgjigjja që kemi marrë nga përgjegjësi i tregut Arjan Kovoneshi ka qenë se për brenda një jave të gjithë tregtarë ambulant, fal një aksioni që do të realizohet në bashkëpunim me policinë bashkiake, do të largohen nga këto trotuare. Sot shënon data 3 mars, të shpresojmë që pas një jave kjo gjendje të jetë normalizuar. Sigurisht ne do të jemi në ndjekje të gjendjes dhe do të vim sërish pas një jave për të parë nëse vërtet këta tregtarë ambulant janë larguar apo jo. Ndërkohë që Bashkia premton, ne jemi në vëzhgim të situatës për të parë nëse do të kthehen hapësirat qytetarëve apo situata do të rinë në vend numero.